Një serb nga Leposavici me emrin Miloš Vukojević është njën nga të dyshuarit për grabitje në armatosur të Albimal, ku sulmua një furgon që barte para. Vukojević, sipas gazetës Sinjali, ka mbetur i plagosur në këmbë dhe gjoks dhe ka kërkuar ndihmë në qendrën emergjente në Graçanic. Njësitë policore tashmë ndodhen në vendin e ngjarjes dhe së shpejti do ta transferojnë për në Prishtinë. Sot rreth orës 10:30 kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në lagjen veternik në Prishtinë, ku është plagosur një person. Bazuar në të dhënat e deritanishme, rasti dyshohet se ka ndodhur gjatë një grabitjeje të armatosur ndaj pjesëtarëve që po siguronin një furgon që transportonte para, kanë thënë nga policia.